Parashikimi javor 12 deri në 18 janar. Java që vendos drejtimin për çdo shenjë. Java 12-18 janar nuk sjell zhurmë, por vendime. Disa shenja do kuptojnë çfarë duhet lënë pas, të tjera do ndjejnë qartë drejtimin që po hapet. Ky parashikim nuk është paralajmërim, por udhëzim për të vepruar me vetdije. Dashi, java nis me nevojën për kontroll të energjisë dhe jo për shpërthim të menjëhershëm. Në punë, një çështje kërkon vendim të matur, edhe pse instinkti të shtyn të reagosh shpejt. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti, por shmang tonin dominues. Financiarisht, është javë për rregullim dhe jo për rrezik. Emocionalisht, ndjen dëshirë për ndryshim, por duhet qartësi përpara veprimit. Një bisedë në mesjavë sjell sqarim të rëndësishëm. Mos e shpenzo energjinë duke u provuar të tjerëve. Nëse fokusohesh te qëllimi real dhe ruan durimin, java mbyllet me ndjesë stabiliteti, kontrolli dhe një drejtim më të qartë për hapat e ardhshëm personal. Demi, kjo javë kërkon ritëm të qëndrueshëm dhe vendime të bazuara në realitet. Në punë, përqendrimi dhe këmbëngulja japin rezultat, por mos u ngurtëso ndaj ideve të reja. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë prani dhe më pak heshtje. Financiarisht, është moment i mirë për riorganizim dhe plan afatshkurtër. Emocionalisht, ndjen nevojë për siguri dhe qetësi. Një situatë familjare kërkon vëmendje të matur. Mos e shty një vendim të vogël që sjell lehtësim. Nëse ruan balancën mes stabilitetit dhe fleksibilitetit, java mbyllet me ndjesi besimi, kontrolli dhe përparimi të qëndrueshëm në drejtimin që ke zgjedhur. Binjakët, java sjell lëvizje mendore dhe nevojë për organizim të qartë. Në punë, informacioni është i bollshëm, por duhet filtruar me kujdes. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga komunikimi i hapur dhe i drejtë për drejtë. Financiarisht, shmang shpenzimet impulsive dhe fokusohu te prioritetet. Emocionalisht, mendja është aktive dhe kërkon qetësi për të mos u lodhur. Një mesazh ose bisedë sjell ide të reja. Mos u shpërnda në shumë drejtime njëkohësisht. Nëse vendos rend dhe fokus, java mbyllet me qartësi mendore, ndjesi kontrolli dhe vendime më të sigurta për ditët që vijnë. Gaforja. Kjo javë thekson ndjeshmërinë dhe nevojën për mbrojtje emocionale. Në punë, qetësia dhe durimi shmangin tensione të panevojshme. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë mirëkuptim dhe më pak pritshmëri të pashprehura. Financiarisht, java është e qëndrueshme, por kërkon kujdes në detaje. Emocionalisht, ndjen nevojë për siguri dhe për krahje. Një reflektim i qetë ndihmon të kuptosh çfarë duhet lënë pas. Mos e mbyll veten ndaj ndihmës. Nëse respekton ndjenjat e tua pa u mbingarkuar, java mbyllet me paqe të brendshme, qartësi dhe ndjesi mbështetjeje reale. Luani. Java 12-18 janar të kërkon të menaxhosh vëmendjen dhe egon me maturi. Në punë, një rol drejtues del natyrshëm, por suksesi varet nga aftësia për të dëgjuar të tjerët. Marrëdhëniet personale përmirësohen kur lëmënjan krenarinë dhe shpreh ndjenjat hapur. Financiarisht, java është e qëndrueshme, por shmang shpenzimet për impresion. Emocionalisht, ke nevojë për vlerësim, por është e rëndësishme ta gjesh edhe brenda vetes. Një reagim i qetë ndryshon rrjedhën e një situate. Mos kërko dominim, por bashkëpunim. Nëse ruan ekuilibrin mes forcës dhe ndjeshmërisë, java mbyllet me vetbesim të shëndetshëm dhe harmoni në marrëdhënie. Birgjëresha. Kjo javë të shtyn të rregullosh detaje dhe çështje të mbetura pezull. Në punë, përqendrimi dhe analiza sjellin rezultat konkret, por shmang kritikën e tepërt. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë mirëkuptim dhe fleksibilitet. Financiarisht, është javë e mirë për planifikim dhe organizim. Emocionalisht, lodhja mendore shfaqet nëse merr përgjegjësi që nuk janë të tuat. Vendosja e kufive sjell lehtësim. Një reflektim i qetë ndihmon të dallosh çfarë ka vërtet rëndësi. Mos u përpiq të kontrollosh çdo gjë. Nëse ruan balancën mes detyrës dhe vetes, java mbyllet me qartësi, qetësi dhe ndjesi përparimi të qëndrueshëm. Peshorja. Java kërkon ekuilibër mes dëshirave personale dhe pritshmërive të tjerëve. Në punë, diplomacia dhe durimi shmangin tensione të panevojshme. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti dhe vendosja e kufive të qartë.
Financiarisht është moment për rishikim shpenzimesh dhe jo për vendime impulsive. Emocionalisht ndjen nevojë për harmoni dhe ambient të qetë. Një zgjedhje e vogël personale sjell lehtësim. Mos e shtyp zërin tënd për të ruajtur paqen e rreme. Nëse qëndroni e balancuar dhe je sinqert, java mbyllet me ndjesi stabiliteti, qartësi dhe marrëdhënie më të shëndetshme. Akrepi. Intensiteti emocional është i pranishëm dhe kërkon vetë kontroll. Në punë, një situatë teston durimin, por reagimi i matur sjell përfitim. Marrëdhëniet personale kërkojnë sinqeritet dhe zgjedhje të kujdesshme fjalësh. Financiarisht, java nuk favorizon rrezikun, por menaxhimin e qëndrueshëm. Emocionalisht, ndjen nevojë për qartësi dhe mbyllje të një kapitulli. Një reflektim i thellë ndihmon të çlirohesh nga tensioni i mbledhur. Mos u izolo, por ruaj distancë të shëndetshme. Nëse zgjedh qetësinë dhe vetë kontrollin në vend të reagimit impulsiv, java mbyllet me drejtim më të qartë dhe ndjesi fuqie të brendshme. Shigjetari. Java 12 deri 18 janar të shtyn të reflektosh mbi drejtimin personal dhe profesional. Në punë, një ide kërkon strukturë dhe durim për të zhvilluar. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti, por shmang premtime të nxituara. Financiarisht, është e rëndësishme të mos rrezikosh pa plan. Emocionalisht, ndjen dëshirë për liri dhe ndryshim, por kërkohet përgjegjësi. Një bisedë e hapur sjell qartësi. Mos u fokus vetëm te qëllimi final, por vlerëso edhe procesin. Nëse ruan ekuilibrin mes optimizmit dhe realitetit, java mbyllet me motivim, qartësi dhe ndjesi drejtimi të qëndrueshëm për hapat e ardhshëm. Britsjapi. Përgjegjësitë janë në qendër të javës dhe kërkojnë organizim të mirë. Në punë, përkushtimi yt vërehet, por mos e mbingarko veten me gjithçka. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe ndarjen emocionesh. Financiarisht, java është e favorshme për planifikim dhe rregullim detajesh. Emocionalisht, ndjen nevojë për stabilitet dhe kontroll. Një vendim praktik sjell lehtësim. Mos e madh vlerën personale vetëm përmes arritjeve. Nëse ruan balancën mes detyrës dhe jetës personale, java mbyllet me ndjesi sigurie, qartësie dhe besimi në rrugën që po ndërton me durim. Ujori. Java sjell ide të reja dhe nevojë për të parë gjërat ndryshe. Në punë, bashkëpunimi është çelësi për të çuar përpara një projekt. Marrëdhëniet personale përmirësohen kur shpreh ndjenjat pa u distancuar. Financiarisht, shmang vendime të papritura dhe fokusohu te stabiliteti. Emocionalisht, ndjen nevojë për hapësirë personale dhe reflektim. Një moment qetësie ndihmon të qartësohen prioritetet. Mos u shkput nga të tjerët, por ruaj lidhje të shëndetshme. Nëse balancon individualitetin me bashkëpunimin, java mbyllet me ide të freskëta, qartësi mendore dhe ndjesi lirje të kontrolluar. Peshqit. Ndjeshmëria është më e theksuar dhe kërkon vetdijen emocionale. Në punë, intuita të ndihmon të shmangësh një gabim të vogël. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga empatia dhe dëgjimi i sinqert. Financiarisht, java kërkon maturi dhe planifikim të thjeshtë. Emocionalisht, ke nevojë për qetësi dhe mbrojtje energjie. Një reflektim i brendshëm sjell qartësi. Mos u mbyll në mendime, por gjej mënyra të shëndetshme për shprehje. Nëse ruan ekuilibrin mes ndjenjës dhe realitetit, java mbyllet me paqe të brendshme, qetësi dhe ndjesi drejtimi të butë. Ky ishte parashikimi javor 12 deri 18 janar për të gjitha shenjat. Nëse një mesazh të rezonoi, mos e anashkalo. Komento shenjën tënde. Vendos like për energji pozitive. Abonohu për parashikimet javore. Shpërndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë këtë javë.